Më 19 nëntor 2025, një operacion i gjerë ndërkombëtar i udhëhequr nga autoritetet bullgare dhe i mbështetur nga Europol çoi në shkatrimin e një rrjeti kriminal të specializuar në trafikun masiv të objekteve kulturore nëpër Europë dhe më gjerë. Aksioni u zhvillua në kuadrin e një task force operacionale me pjesëmarrjen e Shqipërisë, Francës, Gjermanisë, Greqisë, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Operacioni nisi pas një kontrolli të vitit 2020 në një banesë në Bullgari ku policia gjeti rreth 7.000 artefakte me vlerë të paçmuar historike e monetare. Gjithçka nga objekte të periudhës greko-romake dhe trake rezultuan pa dokumentacion prove origjine, duke ngritur dyshimin se ishin marrë nga gërmime të paligjshme, që prej atëherë objektet ruhen në Muzeun Kombëtar të Historisë në Sofje. Çfarë u arrit në ditën e operacionit? 35 arrestime në Bullgari, 131 kontrolle në banesa, automjete dhe kasaforta bankare, një kontroll në Shqipëri, 120 në Bullgari, 3 në Francë, 3 në Gjermani, 4 në Greqi, mbi 3.000 artefakte të sekuestruara, përfshirë monedha arje, argjendi dhe antikitetet të tjera. Vlera totale e sendeve të kapura mbi 100 milion euro. Sekuestrohen gjithashtu vepra arti, armë, dokumente, pajisje elektronike, mbi 50.000 euro kesh dhe investimi. Personi kryesor i dyshuar, sipas autoriteteve, dyshohet ketë financuar gërmime të paligjshme në Bullgari dhe vendet fqinje të Ballkanit, ku grupe lokale punonin për llogari të ndërmjetësve që furnizonin tregun ndërkombëtar të artit. Përfshirja e Shqipërisë, edhe pse operacioni u fokusua kryesisht në Bullgari, pjesëmarrja e Shqipërisë në task force çoi në një kontroll të autorizuar në territorin shqiptar. Burime policore europiane nënvizojnë se rajoni ballkanik mbetet një nyje tradicionale e trafikut të antikiteteve për shkak të arkeologjisë së pasur dhe informalitetit të lartë në tregun e objekteve të vjetra. Shqipëria ashtu si Greqia, Maqedonia e Veriut dhe Serbia prej vitesh shihet si territor ku trafikantët kërkojnë artefakte të padokumentuara për t'i futur në tregjet e Bashkimit Evropian, duke i kaluar shpesh përmes Bullgarisë.